E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, për të komentuar pak zënkat dhe dinamikat që unë e pata thënë në fakt, që me rikthimin e Kristit në shtëpinë e Big Brotherit do të krisën lufta e madhe, dhe lufta e madhe vetëm se ka filluar. Do të thoni çfarë ka ndodhur. Qetësia e Kristit, karakteri i Kristit me patjetër që do ta irritonte jashtëzakonisht shumë një karakter siç është Rogerti, do të thënë një njeri pa përmbajtshëm, një njeri i cili lufton, është në gjendje të luftojë gjithmonë për të arritur qëllimin e tij, sepse ai edhe në prioritete që në fakt është pyetur nga Ledioni dhe nga dy opinionistët e ka thënë që prioriteti im është të fitoj çmimin e madh, asnjë gjë tjetër. Por, si që duket, ofendimet janë karakteristika e tia. Ermali sot në fan club tha që i thash hiqe këtë shpirtin e keq nga brenda, por realisht Rogerti ka përzgjedhur një rrugë të shumë të rëndë dhe nuk e di se si do t'ja del. Teksa po debatonte sot me Kristin, i tha që Shkëlzeni, banori i ri, i ardhur nga Kosova, është homoseksual dhe ju të dy si gay që jeni, si homoseksual, vllau i madh ju ka prioritet, ju do shumë, do me thënë këtu e ofendoj dhe vllaun e madh, dhe do t'ju çiftëzoj dhe do t'jeni çifti i parë gay në shqiptarizëm. Do me thënë, Rogerti i tha konkretisht edhe Kristit që ti u riktheve në shtëpi sepse vllau i madh të do. Do me thënë, Rogerti dyshon që me kthimin e Kristit në shtëpi është i përfshirë produksioni dhe ai mendon që produksioni e ka bërë këtë lojën e madhe që Kristi të rikthehet në këtë formë në shtëpi dhe të bën, do me thënë, klikime, por me këtë rast ai gjuajti, goditi në një farë mënyrë dhe Shkëlzenin, edhe pse mua në fakt Shkëlzeni nuk më duket si homoseksual, por edhe po t'ishte homoseksual është e drejta e tij, fundja fundit ai vetë vendos për ndjesit, por e shoh që do me thënë Rogerti nuk përmbahet dot edhe ofendimet i ka nga më të rëndat duke mos u trembur fare se këto ofendime që bën edhe kundër drejt produksionit mund të ta penalizojnë në fakt nga loja, por gjithsesi ai është shumë i fuqishëm dhe ja tha Kristit trosh që ti të ka kthyer këtu vllau i madh për t'u çiftëzuar me Shkëlzenin. Kristin sot e kam parë në fakt më të qetë në debate, ndoshta është duke mbledhur brenda vetes së tij për të plasur më në fund. Nuk më pëlqen në fakt qasja që ka Rogerti, sepse ofendimet janë shumë të rënda dhe pse duhet duruar në fund të ditës, por është interesi i madh që janë klikimet në pyetje dhe për klikime është në gjendje që çdo gjë të bëhet.